Ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Korç janë marrë masat me shërbime të shtuara në të gjithë territorin e qarkut, e sidomos në akset rrugore. Me qëllim evidentimin e problematikave të krijuara në akset rrugore për shkak të rreshjeve, identifikimin e segmenteve ku ka pas probleme dhe zgjidhjen e tyre në bashkëpunim me aktorët e tjerë. Po ashtu orientimin e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve për segmentet ku janë shfaqur problematika, si dhe rrugët për të arritur në destinacionet e tyre. Gjatë kësaj periudhe, shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Korç kanë bashkëpunuar me sektorin e emergjencave në prefekturë, me drejtorinë rajonale të rrugëve Korç, me sektorët e emergjencave në të gjitha bashkitë e qarkut, me shërbimin zjarfikës në territor, si dhe me kompanitë e mirëmbajtjes, kompanitë nën kontraktore të mirëmbajtjes së rrugëve. Problematika janë shfaqur gjatë natës datës 18 nëntor në aksin rrugor Ersek Leskovik, në vendin e quajtur Gropat e Gëlqerës, ku për shkak të rreshjeve ka patur prurje të inerteve dhe të aluvioneve në rrugë. Me i herë është ndërhyrë nga kompania e mirëmbajtjes, si dhe nga sektori i emergjencave të bashkisë Ersek, dhe rruga është pastruar dhe është kthyer në gjendje normale për qarkullimin e mjeteve. Pashtu problematikë është shfaqur në aksin rrugor Qaf Ploç Qukës, në segmentin mbi fshatin Rëmënj, ku për shkak të rreshtjeve ka pasur rrëshqitje të dherave dhe prurje të inerteve në aksin e rrugës.